A do të shisnit eshtrat e babait apo gjyshit nëse ky do të ishte një biznes shumë fitimprurës? Është kjo pyetje që Edmond Budina shtron në filmin e tij më të ri Ballkan Pazar, që po shfaqet në kinemat e Tiranës, ku protagoniste janë aktoria franceze Catherine Wickening dhe ajo italiane Veronica Gentili, të cilat interpretojnë rolet nënë e bi. Të dyja rendin pas aventurës së humbjes së eshtrave të babait dhe gjyshit të tyre, dhe dërgimit gabimisht në një fshat në jug të Shqipërisë, ku zbulojnë base pazarin më të çuditshëm atë të eshtrave me anë të cilave mund të blihet dhe shitet historia në Ballkan. Në filmin Ballkan Pazar, regjizori Budina trajton në një mënyrë ironike një ngjarje të vërtetë që u shënua 4 vjet më parë, ku në fshatin Kosin të Përmetit në jug të Shqipërisë u zhvarrosën eshtrat e vëndalimve dhe u shitën si eshtrat e ushtarëve grek. Personazhet në filmin e Edmond Budinës flasin disa gjuhë duke mos i moshuar kështu një identiteti të caktuar, por duke e kthyer ngjarjen në një fenomen. Në premierën e Ballkan Pazar, regjizori Budina u shpreh se në film është bërë distancimi nga kronika, qoftë nga pikpamja vizive, qoftë nga pikpamja interpretimit apo nga mënyra si janë vendosur situatat. Në film, ngjarja ka marrë jetë. Ballkan Pazar përcjell idenë e shitblerjeve jo vetëm të eshtrave, por edhe të ndërgjegjeve dhe shpirtrave njerëzor. Një histori absurde që interpretohet nga një kast aktorësh të zgjedhur nga Shqipëria, Greqia e Maqedonia, ndër të cilët Visar Vishka, Eran Soli, Artan Islami, Karafil Shena, Valentina Gjezo, Laert Vasili dhe vetë regjizori Budina që shfaqet në rolin e një prifti ortodoks. Ballkan Pazar, një prodhim italo-shqiptar me producente Sabina Kodrën dhe Enjo de Dominicis, për regjizorin Budina është një film tragjikomik që përfundon me valvitjen e flamurit të dashurisë si një mesazh paqe dhe mirëkuptimi për te flamujve nacional.